Në fakt, kushtetuta e thot krejt qartë që kryeministri mund të emërojë dhe mund shkarkojë çdo ministër. Kryeministri gjithashtu pretendon që nuk mund shkarkojë drejtorët e ministrisë përkatëse, sepse ministrja nuk është shpezuar. Në fakt, mjafton që kryeministri të shkarkojë ministrën dhe të emërojë një ministër apo një ministre tjetër, dhe ajo ose ai mund të procedojë me shkarkimin e drejtorëve. Kështu që argumenti i shtërp që ai përdor është qartësisht një argument për të hedhur hy syve qytetarëve, por qëllimi vetvete ka presionin ndaj drejtësisë për të ndërhytur drejtësia. Kështu që së pari këtu jemi në mbështetje të drejtësisë, së dyti ai njeri duhet jap dorëheqje. Dhe qytetarët duhet ta imponojnë. Do thoni ju jeni pak, po i vetëm e nisa unë, sepse kështu e kam konceptuar personalisht këtë formë reagimi. Që çdo qytetar del i vetëm, sepse del për atë që ai mendon se ky duhet iki, sepse ky duhet jap dorëheqje. Dhe unë besoj ka mjaft arsye që shtresa ndryshme të popullsisë i bëjnë të gjejnë veten në qasjen që ai njeri nuk e përfaqëson më autoritetin moral për ta drejtuar këtë qeveri.